Përshëndetje gjithëve. Për gjithë ata që nuk janë të punu në HR, nuk janë të punu në HR, veç bëni zopak me ditë kështë në salë, kush nuk është në HR. E kam një info shumë të rëndësishme për juve. E kena lanë me folë pa dorza, po më vjen keq, kejtë HR-at janë nisë në më këshyrë shtremt. Definitivisht HR-i nuk është shokë juve në këtë rast, edhe kena me diskutu dy anë e medaljes, fortesa e spjegoj shumë mirë, po na kena me diskutu me shefin. Kejtë na kam pjesë e një procesi ku jena shku të HR-i në zyre, na ka edhe një letër, edhe, masi që na ka thonë, hajde në zyrën tonë, edhe kërës na ka lëzëm, pse? Edhe kër kena shku, na ka thonë, bajët e shpia. Dush me lëshu punën, personi nuk ka plan B, nuk ka mjete të mjaftueshme financiare, është baja gjeni proces i rënë për me përjetu një person me këtë njoftim. Çka po thot biznesi këtë rast, ose më shumë pronari, ku jeni pronart, po thot që jo pse s'ka punu drejt, nuk u ka punëtori mirë. Punëtori në depresion, po thot nuk ma kam bu me drejt. E kush ka drejt këtë rast? Shumicën e rasteve, na jena ndërmjet dy zjarmav, ku pronari na thot, ti si HR, ti je jemi edhe shty proceset për para, bënu maj rept, kap thërre qite pipune e qira. Edhe shumicën e herave, HR-i du të mu sforcu me bo diçka. Po ku po me të HR-i? Edhe na po mesim një farë udhkryqi, as anej, as knej. Pse? Për përmenda njerë fortesën që e ceki shumë mirë, edhe na jena njerës, edhe na kena emocione, nuk jena as na pigurit, na nuk jena ata njerëz e këqi që gjithmonë pe cilësojnë HR-i i keq. Po, për me bo një pyetje, do me thonë drejt juve, shumë shpejt, 15 sekonde, kena, pse është HR-i i keq si mas juve? HR-i vret me shefa. Okej. Hajtë kerim falënderit shumë. Hajde edhe një, shpejt, veç edhe një kena. Opa, që aty nga vrejke s'tash në pare. Po është edhe një anë tjetër e medaljës, du të me kuptu që HR-i gjithmonë do të me shty procesin pe fillimit si do mënë që fësa start-up. Është fara, do më thonë që e mbjell me një biznes. HR-i do të me qenë aj personi i cili e ndërtën strategjin bashkë me pronarin, bashkë me menaxhmentin. E jo HR-i me prit që gjdo udhëzim me marë pe pronarit ose prej menaxhmentit. Je punësu për një arsye. E ki kry një shkollë, e ki një eksperiencë për një arsye. Edhe për që ata dhe më thonë është shumë e rëndësi që prej ndërtimit urave me talent 3, lerem? Dhe më thonë, ku është shumë e rëndësishme që të rritë më ushqy që shdojt, po të njëjtën ko edhe me ndërtu karierë të fuqishme për ta, me ja udhëzu rrugën, me ndërtu trajnime, HR-i e lunë një rol shumë të rëndësishëm në komplet zhvillimin e kompanisë. Halosin na dalë të pjesa ku du na me sharu pëse nuk është shoki juj. Po pjesa tjetër është që prapë se prapë HR-i e avokon çka është e drejtë. Do më thonë, na do të minet konform ligjit punës. Na nuk mujna me i bo pa drejtësi punëtorëve. Nuk bënë. Edhe në aspektin ligjor, po as moral. Do më thonë, na, qka jemi të bo si HR, është jena të i thy komplet normat, edhe jena të bo si katalizator, ndërmjet asaj qka është nalt, edhe ndërmjet, do më thonë, qka ju e konsiderani si kolegë t'juj, si staf të juj. E herë është edhe si kolegë i kompanis. Ka njere për qështet të brendshme, e ka njere me diskutu se ka pas një probleme bajanakon, ose me halën Shqipe, Gonën edhe Valbonën. Varët, për këtë është. E ardhmja e kompanis është kur HR-i udhëheq me fuqi edhe me empati. Fuqia është për të nalt, me shty menaxhmentin kur menaxhmenti vjen me një ide e cila nuk është konform praktikave të cilat do të me mbështet HR-i, kurse me empati me pjesën tjetër të stafit. Që kjo është dualiteti i HR-it, është yin and yang, edhe që kjo është ka neve na bën të fuqishëm, po gjithashtu edhe të dopt. Kështu që është detyra juaj që mi shty këto procese edhe na me qenë aj shoku juj. Kështu që na jemi shoku juj.
Na jemi shoku juj, nuk është që nuk jemi. Vetëm se nuk është punë e lehtë edhe po duhet me shty prej dy anëve. Edhe për fund, unë po du mi falenderu të gjithë personat që bishok të që jenë në HR, e di që krejt për juve bëni jashtëzakonisht punë të mrekullueshme, edhe për fund kuptohet me falenderu shumë stafin e Kosova Job, Arionin, por zotin ajnë normal. Qysh kena me shku nesër në punë për një me. Faleminderit shumë.